gjë më të bukur. Ka individ meshkull që duan t'i provojnë, duan t'i si ato, duan të rrisi ato. Shrogertja jo mirë, shrogertja. Situata. Tani, ju e bëni vetë zgjedhjen. Doni meshkull që veshin bluzë grash, apo duan gocat tona që si sa bukur isha. Unë dua gocat tona që janë bukura dhe ja burnesha. Goca burnesha. Goca si burra. Ja burra, goca si burra. Goca si burra. Ja, urdhë. Ja, burnesha. Kera burnesha ne. Marrin para ato, marrin para. Pas ka dhe kulunu. Qika dhe kulunu tjetër. U verbova. Mirë, mos u mbasi fokusin. Atëherë, kaloj një fantazm. Vazhdojmë tash. Kaloj një fantazm këtu. Mos të vini e të dashur mish. Gjë që ndodhin në transmetim live. Po. Më pëlqen Ina që më thot të njëjtat gjëra që dua të them dhe unë, kështu që Ina vazhdo. Atëherë tani jemi te pista e miellit. Po. Do masi mielin dhe sigurisht do hedhim në rast se kemi një nga ato baking powder. Baking powder, sot në rast se kemi. Çfarë është? Baking powder është i posaçëm për kekun, është fryrës. Fryrës! Dhe kullues në Ti duhet të thoje ardhësi. Pale se po bungo ditu, o fal. Baking nuk e dia kemi. Është kjo apo jo? E kam futur kot. E zëvendëson. Po, quhet. Na duhet edhe një vanilje. Edhe një vanilje. Për aromë. Ja dhe një vanilje, urdhëro. Jepi. Super. Ja pra, ja bashkëpunimi. Okej. Opa. Këshillohet që ta përzijmë me mielin, mos ta hedhim në bravo. Do ta Alesu që ai kush ai vetë. Marmi. Dy vesysh ja thonë. Cila është ta thonë? Mirë, kush është? Se ka që e heshtur. Që kemë? Po ti dallohesh që nga serioziteti. Si kur gjë. Po gjithë Sot është ditë feste dhe dhëtë me pas pak respekt. Që kjo? Me këto? Po me këto, më është me i njëru dhe mos me Brikena, rregullon mikrofonin. Si që ka fajin, do më thë. Jo fa jo, ta më kishtë më është me i vitu dhe mos me bo debate. Mos me au këthysë, është ditë feste dhe është ditë... Ditë feste, po e respektoj, ma jam dhe kekore, me respektu ditë dhe festës. Dhe bën debate me ta nuk e respektoj. Edhe nuk e kam me ty, po e kam me gjithë. Po, përke nuk e lidhë. Okej. Festa e respektohet tek bashkëpunimi që duhet të kemi. Okej, në rregull.